Nëse duan të jemi një vend serioz, duhet të kemi një avion të përshtatshëm, do me thënë një aeroplan qeveritar të përshtatshëm, dhe nuk duhet të bijem në nivelin që vendet fshinje të na marrin aeroplanet e tyre, kur duhet të shkojnë diku me delegacionet e përbashkëta, thot drejtori i shërbimit të punëve të përgjithshme dhe të përbashkëta të qeverisë, Ivica Tomovski. Learjet që kemi aktualisht nuk i plotsojnë nevojat e shtetit dhe ka kosto të larta mirëmbajtje, pasi pjesët e rezervë nuk prodhohen më. Kjo është arsyeja pse ne përdorim pjesë të riparuara dhe nga viti 2017 deri më sot janë shpenzuar rreth 4 milion euro për shërbime, gjë që nuk do të ishte rasti për një avion të ri. Nëse do të bënim udhëtime më të gjata, do të na duhej një aeroplan më i madh me të paktën 14 vende, ndryshe nga ky që ka 6. Me një fjalë, learjet janë shumë të vogla, tha Tomovski në një intervistë për Kanal 5. Ai tha gjithashtu se qeveria e mëparshme në Maqedoni e Veriut donte të blinte një avion të ri dhe ishte në një fazë të avancuar negociatash me prodhues të ndryshëm, por e fsheu këtë nga opinioni.